Në kohët e fundit është vënë re një rritje e numrit të personave të prekur nga kanceri i stomakut. Këtë e ka theksuar mjeku Arvin Dibra, i cili shprehet se ky lloj kanceri renditet i treti për nga përhapja. Sipas tij, problemi kryesor mbetet fakti që në shumicën e rasteve, sëmundja diagnostikohet në faza të vona, çka e bën më të vështirë trajtimin dhe rrit nevojën për zbulim. Kjo konferencë është në kuadër në një projektit, të cilin kemi 2 vjet që e zhvillojmë, të financuar nga Agjencia e Kërkimit Shkencor, dhe që qëllimin e ka në ndërtimin e një banke të dhënash, të një regjistri kombëtar të pacientëve me kancer stomaku, me veçoritë teknike profesionale të diagnozës, të trajtimit dhe të rezultateve të trajtimit të këtyre pacientëve, në mënyrë që të thjeshtohet dhe të bëhet e mundur studimi dhe vlerësimi i rezultateve tona si në kapacitetet diagnostike, ashtu edhe në kapacitetet e trajtimit dhe në ndjekjen e ecurisë të këtyre pacientëve. Sa përhapur është kjo sëmundje në Shqipëri dhe sa kanë avancuar metodat e trajtimit të saj? Shikoni, sëmundja është e përhapur në Shqipëri në mënyrë të ngjashme me vendet e tjera të Evropës perëndimore të racës së bardhë. Është tumori i tretë më i përhapur dhe është me siguri një sëmundje që ka një impakt të rëndësishëm në shoqërinë tonë, sepse është një sëmundje e cila fatkeqësisht në masën më të madhe të rasteve diagnostikohet vonë dhe fatkeqësisht po në masën më të madhe të këtyre pacientëve që diagnostikohen vonë edhe mundësia, jetëgjatësia pavarësisht trajtimit është relativisht e shkurtër. Përpasoj lind nevoja e domosdoshmëria si tek ne ashtu edhe në botë, që kjo sëmundje të mund të detektohet sa më shpejt në mënyrë që të rritet potencialet e trajtimit dhe të kenë një rezultat të mirë në trajtimin e këtyre sëmundjeve. Sa i ka Shqipëria potencialet e trajtimit të kësaj sëmundje? Shqipëria potencialet e trajtimit i ka të mira, në kuptimin që tashmë është zgjeruar gjithnjë më tepër një rrjet ambulatoresh endoskopike, të cilat janë themeli i diagnozës së një pacienti me kancer stomaku, janë rrit potencialet e trajtimeve si kirurgjikale ashtu edhe onkologjike, janë potencu edhe trajtimet radioterapeutike dhe përpasoj në qoftë se përpara 15-20 vjetësh mund të thonim që jemi goxha më mrapa se sa bota. Nuk them që sot jemi aty ku është bota, por jemi afruar mjaft dhe kena rezultate, në fakt edhe ato studime të pjesshme që ne bëjmë, flasin për rezultate të ngjashme me ato të kolegëve në vendet e zhvilluara. Nga se vjen ky kancer i stomakut, edhe vini ka një rritje të këtyre rasteve, ndoshta ka të bëjë me lista e ndërgjegjësimit që nuk vjen kontrolluar. Atëherë, nga se vjen është pak e komplikuar në kuptimin që një arsye mirëfillt nuk dihet. Dihen shumë faktorë të cilët e rrisin mundësinë që pacienti të ketë gjatë jetës së tij një tumor të stomakut, ndërkohë që pjesa e trajtimit të këtyre tumorëve në të vërtetë është duke u shtuar gjithnjë më tepër dhe përpasoj në numrat e rasteve i kena më të mëdha. Nuk mendoj se ka ndonjë rritje shumë të madhe të sasisë së rasteve, por me siguri ka një rritje të rasteve të diagnostikuara, të trajtuara, pra të atyre që vinë në vëmendjen e mjekut për trajtimin e kësaj sëmundjeje.